Ndërhyrja e sigurimit të Gruevskit në televizionin 21, Ministria e Punëve të Brendshme demanton partitë dhe organizatat jo qeveritare dënojnë aktin. Shkatrohet kampi ilegal në Vaksinë, emigrantët, kafe e muzikë me banorët e fshatit. Revolucioni i larm apel për revolucion, skadon ultimatumit të hënën protest në Shkup. LSDM dhe VMRO DPMNE përplasen për Taleskin, dy partitë duan reciprocitet dorëheqjesh. Rriten dyshimet për demarkacionin, Gashi, dyshimet të thella për vijën kufitare. Akuzohet vrasësi i ligjvënës e Skopës, i akuzuari vdekje tradhtarëve liri britanik. Rio në krizë ekonomike, shpall emergjencën, kolapsi financiar 50 ditë para lojrave olimpike. Euro 2016, Belgjika rikthehet me fitore, priten rezultatet nga raundi i dytë në grupin F. Përshëndetje shikues të nderuar, është kjo magazine informative orës 18:30 minuta. Pjesëtarët e sigurimit të Nikola Gruevski që ndërhyjnë dje në punën e televizionit 21 thonë të mos kenë bërë asgjë të keqe që kanë ndjekur gazetarin deri në vend të punës dhe më pas e kanë shtyrë që të fshi xhirimet nga telefoni. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se kjo ngjarje nuk ka ndodhur në hapësirat e televizionit, por gjetiu, ndërsa pamjet dhe faktet flasin ndryshe. Ministria e Punëve të Brendshme vlerëson se hyrja e personelit të sigurimit të ish-kryeministit Nikola Gruevski në hapësirat e televizionit 21 nuk paraqet asnjë shkelje. Madje ky gazetar qeveritar ka dërguar një sqarim për media ku demanton gjithë incidentin e së premtës, kur policët në rroba civile hynë në hapësirat e televizionit 21 dhe kërcënojnë gazetarin e televizionit. Sipas komunikatës së dërguar nga Ministria e Punëve të Brendshme, pjesëtarët e sigurimit të ish-kryeministit Gruevski kanë deklaruar se ngjarja nuk ka ndodhur në televizion, por gjetiu. Siç mund ta shihni tek dera shkruan qartë se kjo është hyrje vetëm për të punësuarit. Pikërisht këtu gjatë ditës së djeshme pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme hynën pa lejen e televizionit dhe morën materialet që gazetari jon i siguroi në rrugën Maqedonia. Mund ta shihni se këtu qëndron shenja e televizionit dhe gjithë kjo është pronë private e televizionit. Për më përbën, pjesëtarët e sigurimit gjatë ditës së premte kanë vepruar sipas planit dhe detyrimeve të tyre dhe se do të shqyrtohet çdo ankesë nga Departamenti për Kontroll të Brendshëm. Po ashtu në këtë komunikat thuhet se policët në civil kanë legjitimuar një qytetar të rëndomt, i cili ishte duke xhiruar me telefon Nikola Gruevskin. Në komunikatën e MPB-s po ashtu vërtetohet se këta policë civil ja kanë fshirë gazetarit që cilësohet si qytetar xhirimet nga telefoni i tij mobil. Redaksia televizionit 21 do të vazhdojë të kërkojë sqarim zyrtar nga Ministria e Brendshme se me çfarë urdhri ka hyrë në hapësirën private sigurimi i kryetarit të VMRO DPMNE-s, me që të njëjtit nuk kishin leje për këtë gjë. Kjo me që TV21 konsideron se një akt i tillë paraqet ndërhyrje të rëndë në punën e saj të pavarur dhe tentim për të friksuar fjalën e lirë dhe mediat. Mirë, po pavarësisht se çfarë shkrua në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme rreth incidentit në hapësirat e televizionit 21, dikush në këtë digaster po mendon se duhet më seriozisht t'i qaset kësaj ngjarje. Të paktën kështu paralajmëron njëri nga dy zëvendës ministrat e brendshëm me të cilët patëm komunikim gjatë ditës së sotme. Partneri i vogël i koalicionit qeveritar pritet të kërkojë përgjegjësi institucionale për incidentin e së premtes, kur pjesëtarët e policisë hynë pa leje në hapësirat e TV21. Zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Agim Nuhiju dha këtë paralajmërim për televizionin ton, ndërsa theksoi se në shikim të parë ky incident po del të jetë një ndërhyrje arbitrare. Në reagimin e tij me shkrim për rastin e gjeshme, zëvendës ministri nga radhat e BDI-s shkruan: Çdo ndërhyrje arbitrare mbi gazetarët dhe gazetarinë profesionale, objektive dhe transparente nga kushdo qoftë paraqet shkelje. Gazetaria profesionale dhe transparente është gjë e shenjtë, për ata që bëjnë ndërhyrje të pabaza do të kërkojnë përgjegjësi institucionale. Por sipas statistikave të deri sotme pak ka raste kur policët që kanë tejkaluar detyrimet e tyre kanë marrë dënime për veprat e tyre. Në bazë të dhënave nga MPB-ja, numri i ankesave të qytetarëve për tejkalimin e kompetencave të zyrtarëve policor prej vitit 2008 deri më tani është duke u rritur me kalimin e kohës. Të dhënat e vitit 2012 thonë se 1644 ankesa janë bërë nga personat fizik dhe juridik për punën e oficerëve të policisë.
Të gjitha ankesat janë dorëzuar tek sektori për kontroll të brendshëm. Rreth 2/3 e të gjitha ankesave ose 65% janë shpallur si të pabaza. Trendi i njëjtë ka vazhduar edhe në vitin 2013, ku 68% e të gjitha ankesave janë të shpallë të pabaza. Gjatë vitit 2014, sektori për kontroll të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka refuzuar të trajtojë 70% të gjitha ankesave të qytetarëve, me të njëjtin arsyetim se janë të pabazuara ankimimet e tyre. Por për dallim prej Ministrisë së Punëve të Brendshme, incidenti i së premtes në TV21 është i dënueshëm për Agjencinë për Media dhe Shërbime Audiovizuale. Ky trup e dënon incidentin e ndërhyrjes së pjesëtarëve të sigurimit të Nikola Gruevskit në hapësirat e televizionit. AVMU ka bërë thirrje autoriteteve që të mos pengojnë punën e mediave dhe punëtorëve mediatik. I menjëhershëm ka qenë reagimi i subjekteve politike, organizatave jo qeveritare, por edhe shoqatës së gazetarëve në lidhje me ndërhyrjen e truprojës së ish-kryeministrit Nikola Gruevski në punën redaktoriale të televizionit 21. E juristët vlerësojnë se incizimi i çdo fytyre publike në vend publik nuk përbën shkelje të privatësisë, ndërsa hyrjen e sigurimit në shtëpinë televizive quajtën vepër penale. Pa kujt në skenën politike të Maqedonisë i ka pëlqyer ndërhyrja e sigurimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski në hapësirat e televizionit 21 gjatë ditës së premte. Reagime të shumta dhe mbështetje pa kursyer i është dhënë televizionit 21 për punën që e bën në sajat e informimit të drejtë, të saktë dhe të pa-anshëm. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Social-Demokrate, ka dënuar fuqishëm këtë incident, ndërsa e cilëson si akt vandalizmi, për të cilin duhet të jap llogari VMRO DPMN, me që është ndërhyrë në media. Përmes një komunikate për shtyp, LSDM-ja shkruan se hyrja e policisë në televizionin 21 është edhe një vërtetim se në çfarë shkallë është rrezikuar e drejta e shprehjes dhe raportimi i mediave. Publikisht incidentin e ka dënuar edhe Lëvizja për Reforma PDSH, ku ka porositur pushtetin që t'i mbajë duart larg gazetarëve. Ky subjekt politik vlerëson se pushteti po mundohet të mbjellë frikë tek gazetarët dhe qytetarët. LRPDSH reagon ashpër ndaj sulmit të truprojave të ish-kryeministrit Gruevski, të cilët pa asnjë fije turpi sulmuan gazetarin e televizionit 21 në Maqedoni, duke ndërhyrë në mjediset e televizionit 21 dhe duke dashur të ushtrojnë dhunë dhe frikë ndaj këtij televizionit të pavarur shqiptar. Edhe Partia Liberal-Demokrate e dënoi ashpër këtë rast dhe kërkoi sanksionimin e zyrtarëve të policisë, të cilët kjo parti thotë se janë abuzues të detyrës dhe pushtetit. Partia për Prosperitet Demokratik e cilësoi vandal aktin e djeshëm. Qëndrim të njëjtë në lidhje me këtë ngjarje mban edhe Lidhja Demokrate, sipas të cilës çdo figurë publike duhet ta di se opinioni ka interes për të qenë informuar. Juristi Mersel Bilali thotë se të gjitha fytyrat publike mund të incizohen pa leje të veçantë, ndërsa ndërhyrja e sigurimit të Nikola Gruevskit në punët e brendshme të televizionit 21 e konsideron si vepër penale dhe shkelje të së drejtës për informim. Ajo është vepër penale dhe shkelje drastike e drejtës së informimit dhe mediumit si shtëpi e pavarur. Gjitha fytyrat publike, nga politika, arti, kultura, sporti, kështu me radhë, mund të incizohen pa leje të veçantë për dallim për qytetarëve, ku nëse incizoni në groplan duhet kërkoni pra lejen e tyre. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dënoi gjërat që ndodhin në televizionin 21 dhe ftoi për hetim të rastit nga autoritetet. Kërkesë të njëjtë bën edhe organizata jo qeveritare. E gjitha kjo ngjarje ndodhi dje rreth orës së 16, pasi që gazetari i televizionit 21 xhiroi me telefonin e tij ish-kryeministrin Nikola Gruevski, i cili ka qenë duke shëtitur në rrugën Maqedonia. Sigurimit të liderit të VMRO DPMN-s nuk i pëlqeu kjo gjë dhe ndoqi pas gazetarin deri në oborrin e televizionit. Pasi që e kërcënuan me arrestim, gazetarin e detyruan që t'i fshinjë xhirimet. Kalojmë tani në një tjetër temë. Në orët e hershme të mëngjesit në kampin e improvizuar të emigrantëve në fshatin Vaksinës u ndërmor një aksion politor, të cilët shkatruan dhe dogjën kampin. Kjo u konfirmua nga vetë emigrantët dhe disa banorë të fshatit, por nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk e konfirmojnë aksionin. Por megjithatë emigrantët i gjenë nëpër kafenet e fshatit dhe në rrugë. Kampi improvizuar nga imigrantët, sot në orët e hershme të mëngjesit, është shkatruar nga aksioni policor. Disa emigrantë thonë se shumica e tyre kanë hikur për në Serbi.
5 ditë pasi TV21 raportoi gjëre gjatë për ekzistimin e disa kampeve të improvizuara të migrantëve në malet e Karadakut, forcat e rendit hynë në aksion. 10 emigrantë ishin strehuar për ditë dhe javë të tëra në malet në afërsi të Vaksincës. Pas vetës për postimit, tendave të djegura lanë gjësende të ndryshme para se të largohen në një destinacion të paditur për publikun. Por jo të gjithë emigrantët janë larguar. TV21 ka hasur sot edhe në 2 emigrantë që pushonin vetëm pak metra nga kampi i djegur. Ata treguan se të shtunën në mëngjes ka pasur shumë policë, të cilët u kanë thënë të largohen. A keni parë policë sot? Po, kemi parë shumë policë sot. A ju thanë ndonjë gjë policët? Ata na thanë të largohemi. Ku janë emigrantët të tjerë? Ata janë larguar për në Serbi. Emigrantët thanë si janë mirë me shëndet. Ata rrëfejnë se si në fshatin më të afërt furnizor me ushqim dhe gjësende tjera, e më pas kthehen në malet e Vaksincës. Jo të gjithë emigrantët kthehen në male. Disa ishin duke kaluar kohën në kafenet e fshatit të Vaksincës, ku po pinin kafen me disa fshatar dhe po bëjnin qefin bashkarisht. Po, kam dëgju që ka pas, pram ka pas aksion policor. Po, ka. Banorët e Vaksincës thonë se policia gjatë aksionit të sotëm, kur zhbën njërin kamp ilegal të migrantëve, kanë arrestuar disa veta, mirë po asnjërin nga ta nuk pranuan të rrëfejnë para kamerës e televizionit 21, me që druajnë nga grupet që kontrabandojnë emigrantë. Në rrugë hasen edhe protestuesit e revolucionit e larmë. Sot është afati fundi që revolucioni i ka dhënë kohë autoriteteve kompetente që të zbatojnë kërkesat e tyre. Ata kanë dërguar ultimatum deri te gjykata kushtetuese që të deklarohet për kushtetutshmërinë e prokurorisë publike speciale, gjë për të cilën deri në këto momente ajo nuk ka ndodhur dhe mu për këtë arsye aktivistët qytetar nga e hëna paralajmërojnë protesta edhe më radikale. Të prente mbrëma i ndezën 10 pishtar, për të treguar se pushteti ka veç edhe një dit afat që tua përmbush kushtet. Protestuesit e mbledhur rreth revolucionit të larm pak para skatimit të ultimatumit që i dhanë qeverisë, po këmbgulin se nuk po bëjnë shaka, kur thonë se do të radikalizojnë revoltën e tyre. Një nga aktivistët e protestës Zamir Mehmeti bën të kuptohet se të hënën pritet një protestë e madhe, e cila do të jetë me skenar. E për gjithë marrëvajtjen e protestës së ardhshme thotë se do të jetë diçka e paparë deri më tani. Për të hënën kemi parapar një protestë shumë masovike ku nuk mund të përjashtoj asgjë se çfarë do të ndodhë. Ne kemi deklaruar dhe kemi shprehur hapur se do të radikalizohen protestat. Gjatë këtyre ditëve ka pas një radikalizim, ne kemi ngjyrosur sipërfaqe jashtëzakonisht mëdha. Tani, nëse ne nuk marrim asnjë përgjigje, asun, po asnjëri nga aktivistat nuk mund të garantoj se çfarë do të ndodhë. Revolucioni i larm po kërkon që deri në mesnat kur s'ka don afati që kanë parashtruar ata tek pushteti, të deklarohet gjykata kushtetuese, nëse prokuroria publike speciale është në përputhje me kushtetutën apo jo. Kjo gjë ende nuk është në rend të ditës së kushtetueses. Aktivisti qytetar Petrit Saracini nuk është i habitur me mos përmbushjen e kërkesave të protestuesve. Kjo për arsye, siç thot ai, se institucionet punojnë sipas diktatit të partive në pushtet, andaj kërkesat e qytetarëve hasin në vesh të shurdhër. Sipas tij të hënën do të demonstrohet se sovraniteti është në duart të qytetarëve. Kjo do të jetë në një mënyrë shumë më radikale se sa ka qenë përpara. Ne nuk do të jemi të dhunshëm, mirë po do t'i shfrytëzojmë të gjitha metodat për një luftë jo të dhunshme dhe radikale me pushtetin. Forma ka të ndryshme, mos dëgjueshmëri qytetare, bllokim të institucioneve, aksione të ndryshme guerile me të cilët do të demonstrojmë se qytetarët nuk janë me pushtetin dhe se kërkojnë ndryshime. Kërkesa tjera të revolucionit të larm janë edhe lirimi nga akuza i të gjithë protestuesve të akuzuar, dorëheqja e qeverisë aktuale dhe formimi një qeverie kalimtare, si dhe kërkesa e vazhdueshme për dorëheqjen e Gjorgje Ivanov nga funksioni presidenti i shtetit. Ka
4 pjesëmarrës të revolucionit të lartë nga Prilepi këto ditë morën shkresë për kundërvajtje të konstatuar si dhe urdhër pagesa, me të cilat në pajtim me ligjin për pastërti publike u shqiptohet gjobë në lartësi prej 50 eurove në kundër vlerë të denarit, publikoi portali reporter.mk. Në shkresa mund të shihet se në bazë të njoftimit të dorëzuar të Ministrisë së Brendshme, gjegjesisht të stacionit policor të Prilepit, Inspektorati Komunal pranë vetëqeverisjes lokale të komunës së Prilepit ka konstatuar se personat konkret kanë bërë shkelje të ligjit të pastërtisë publike. Sipas informacioneve të revolucioner.mk, në ditët vijuese do dorëzohen padi kundërvajtëse edhe kundër 6 apo 7 pjesëmarrësve të tjerë të revolucionit të lartë. Politikat e kësaj qeverie e prun vendin në ambis, ndërsa me këtë regjim, Maqedonia është kthyer një shekull prapa, konstatuan një pjesë të ftuarve në debatin e mbrëmshëm në Klik Plus. Sipas tyre, pas të largimit të Zoran Stavrevskit, i cili konsiderohej si një nga shtyllat e partisë VMRO-DPMNE, shumë shpejt do të shpërbahet. Me këtë regjim, Maqedonia është kthyer një shekull prapa, ndërsa me largimin e Stavrevsk, i cili ishte shtylla e VMRO-DPMNE-s, partia do të shpërbëhet. Ky ishte qëndrimi një pjesë të të ftuarve në debatin e mbrëmshëm në Klik Plus. Politikat e kësaj qeverie e prun vendin në ambis, thot Vane Cvetanov. Sipas tij, sektori civil duhet të formojë kornizë nga e cila do të niseshin të gjitha garniturat politike që do të vinë në pushtet në të ardhmen. Vrhovot na vlasta raboti. Kreju pushtetit po punon në krijimin e një situate të kaosit të përgjithshëm, me qëllim që të kryejnë operacione për tërheqje. Këta ulën standardet dhe sistemin e vlerave në çdo pore të shoqërisë, në mënyrë që në këtë kaos të relativizojnë gjërat dhe të shpëtojnë nga dënimi. Maqedonia duhet të rilindë nga e para, është qëndrimi i Vladimir Kunovskit, nga e majta, i cili shton se populli duhet të marrë në duart e veta përgjegjësinë e funksionimit të shtetit. 25 vite kemi lider të rrënjshëm. Në Maqedoni ky model liderizimi nuk funksionon. Fillimisht duhet të ndryshojmë vetdijen, e më pas të kërkojmë lider. Në Maqedoni duhet të funksionojë vetdia e shtetit, se është gjithçka e përbashkët. Ne dimë që asnjë këshill nuk po funksionon, dhe se nuk kemi asnjë marrëdhënie ndaj shtetit. Një pjesë e madhe e firmave në Maqedoni janë ndërmarrje të vogla apo të mesme. Nëse këto nuk janë të lidhura me pushtetin, ndaj tyre ushtrohen trysni e madhe, inspeksione dhe dënime të larta, thot Aleksandar Mladenovski nga Revolucioni i Larm, duke folur për represionin ndaj popullit. Donjëherë ne habitemi përse njerëzit nuk dalin, por ankohen vetëm nga shtëpia. Represioni ushtrohet në një mënyrë deri tani të paimagjinueshme. Ka njerëz që ushqejnë familje të tëra prej bizneseve të vogla. Birë mos shko, do të shohim, do të fotografojnë, do të vinë të na burgosin, do të na dënojnë. Ky sistem përdoret me vite. Enes Ibrahim nga Partia për Lëvizje të Turshve, me qëndrim se populli i tij në Maqedoni kërkon vetëm ato të drejta që i takojnë në kushtetut. Revolucioni i larëm duhet të pasqyrojë Maqedoninë e vërtet, ku e drejta do të vlejë njëjtë për të gjithë. Përfaqësimi i drejtë në administratën shtetërore duhet të vlejë njëjtë për të gjithë. Për fat të keq, qeveria e VMRO-DPMNE-s dhe e BDI-s nuk ka kapacitet të bëjë regjistrimin e popullsisë që të shohim sa jemi. Drejtësia dhe sundimi i ligjit janë kyçet që vendi të dalë nga kriza e përgjithshme, konstatuan të ftuarit në emisionin e mbrëmshëm në Klik Plus. Për plasje mes LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s edhe për kryetarin e komunës së Manastirit Vladimir Talevski. Nën kryetari i LSDM-s, Aleksandar Kiracuski, tha se pikërisht Vladimir Talevski, si thot, duhet të marrë atë që meriton. Gjithkush që ka gabuar para ligjit dhe ka punuar në dëm të qytetarëve do të përgjigjet. Kjo vlen edhe për të dyshuarin për kriminalitet. Kryetarin e komunës së Manastirit Talevski deklaroi Kiracuski, i cili shtoi se do të ishte naive nëse Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij besojnë se shteti ligjor në Maqedoni nuk do të funksionoj. Nën kryetari i LSDM-s, në konferencën e sotme për shtyp kërkoi nga kryetari i komunës së Manastirit të jap dorëheqje. Por VMRO-DPMNE kërkoi që Zoran Zaev me njëherë të jap dorëheqje të parevokueshme nga funksioni i kryetarit të komunës së Strumicës. Vetëm kështu Zaev do të ketë fytyrë të kërkojë çfarëdo qoftë nga kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski, theksoi deputeti i VMRO-DPMNE-s Zoran Ilioski në konferencën e sotme për shtyp në Manastir.
Sipas Ilioskit, me dorëheqjen e Zajevit, qytetarët ndoshta t'i besonin LSDM-s se vërtet interesohet për shtet ligjor ku respektohen ligjet dhe parimet demokratike. Ilioski shtoi se Vladimir Taleski është njëri nga kryetarët e komunave më të suksesshëm në Republikën e Maqedonisë dhe prandaj, siç tha, sipas skenarit të LSDM-s, ai duhet publikisht të diskreditohet me procedurën e instruktuar politikisht të Prokurorisë Publike Speciale. Ndërhyrja e sigurimit të Gruevskit në televizionin 21, Ministria e Punëve të Brendshme demanton partitë dhe organizatat jo qeveritare dënojnë aktin. Shkatrohet kampi ilegal në vaksinë, emigrantët, kafe e muzikë me banorët e fshatit. Revolucioni i larm apel për revolucion, skadon ultimatumi të hënën protest në Shkup. LSDM dhe VMRO DPMNE përplasen për Taleskin, dy partitë duan reciprocitet dorëheqjesh. Vetëm pas pak mund të ndiqni emisionin social edhe unë jam këtu ju. Falenderojmë që përzjodhët televizionin 21 të informoheni me ngjarjet më të fundit. Mirëmbëjtje.